nëse doni mendimin tim, ai është ndoshta i vetmi që nuk ka hipoteka politike. Afrim Gashi. Po, edhe është i vetmi që ka dhe bërtham njerëzore. Ati ndoshta i mungon përvojë politike, ndoshta nuk është intrigant sa tjerët politikisht. Po kjo mirë. Absolutisht po. Mirë po unë, tani ju kur bëheni kryeministër, unë ju vlerësoj edhe nga jo sa e kuptoni atë, sa jeni për aty. Se unë të them, se unë kur ju vlerësoj për se si jeni si njeri, atër unë mund t'ju qojnë në domën e burrave dhe t'ju ulin kryet vendin, për së një bëj drejtor të teatrit. Do me thënë, ne duhet të dallojmë tashti, se të ne edhe këtu gabohet, që kimi kur thot që shqit jo, ky nuk është të zamë për këtë post, unë nështë si njeri atë e qmoj dhe më shumë se vetë vetin. Thash edhe konkretisht për kryetarin e parlamentit, a i me dërtet, prej atyne që i njoh unë, në atë besën e dikushme, absolutisht ndërtrallën me cilën kishe mundësi të bisedoshe mos të fuse në asë një intrikë. Kjerë, gjithë vëllate që ta thot tanis, ta thot mbas 2 orëve, apo ku ta di unë. Mirë po, këtu nuk mund mos ta them, që për shembull një njeri i tillë pa përvojë edhe ti e bën dytin të shtetit, edhe shihen mandej disa veprime se si dalen. Po sa që se ka vende ku duhet pak përvojë, nuk mundesh pash ashtu. Cilat janë veprimet që nuk ishin të mira ose që treguan mungesën e përvojës? Shini, jo vetëm mungesë përvojë, ju mos harroni këtë, sa ai është i rrethuar aty edhe me administratë maqedonase, edhe cila ndonjëherë edhe të çon të gabosh, edhe të lejon të gabosh. Sa ai s'duhet të lejojnë të gabosh. Sa atë që e thash, ti kur je kryetar parlamenti, nuk është e thënë që ti dish gjitha. Ata duhet të ti përgatisin gjitha. Ai aty është, edhe këtu është ajo mjeshtri që ati i mungon, që ai nuk din të vlerësoj, se çfarë i bëjnë ato për rreth. Këtu mendoj se ka mangësi, se ti duhet ta shohësh, e këtu nuk ka arsye tim, s'mund thot ai që ma ban tjerët. Ata ta vëjnë pse e lejon. Asnjëherë, shini, janë të dopt edhe funksionarët edhe të gjithë që arsyetojnë me atë që i kanë të dopt punëtorët. Njeriu, menaxhuesi i mirë, kur nuk arsyetojnë ashtu. Ti je ai, ti je kreu, ti je i dyti i shtetit. Ti s'mund lejosh çdo kush të manipulojë. A ju ban aty disa kështu, ku ta diu, na lojnë, a i veti bëni, që doli qesharak në atë një dasëm i përmendet, s'kishte një takim zyrtar me një mbështetës, unë edhe nuk i di gjitha, po kështu mi dërgojnë tjerët, shie. Dhe jepin një vlerësim. Po.